Një gëzim shumë i madh që sot t'ju drejtohem me këtë mesazh nga hapësirat e vakëfit të xhamisë së Plumit, që për hir të vërtetës është kthyer në një kantier zhvillimi, ndoshta më i rëndësishmi edhe më i bukur i shekullit, jo vetëm për Shkodrën, po për mbar Shqipërinë, për simbolikën që ka xhamia e Plumit, për rëndësinë e madhe që ka kjo xhami për çdo shqiptar, për çdo musliman, i cili e kujton shumë mirë datën 16 nëntor 1990. Tashmë jemi në vitin e 35 të këtij përvjetori me shumë rëndësi dhe me shumë vlerë për krejt komunitetin musliman. Imagjinoni për pak 35 vite më përpara. Këtu ishte një vend thujse i shkret, ku nuk kishte hapësinë për të qëndruar ata 10 mijëra besimtar e qytetarë shkodran që vinin nga çdo cep për të dëshmuar atë rrymkamje të madhe. Edhe atë lajm të gëzueshëm që e përhapte në mesin e krejt njerëzve Hafiz Sabri Koqi rahmet past, me zanin e tij që i dridhej e emocionet që e kishin përpi të gjithin. Hafiz Sabri Koqi, i cili kishte dalë nga burgjet e komunizmit edhe dëshmonte me të madhe se drita e Zotit përhapej dhe drita e Zotit e ky islam do të jetë për herë i gjallë në zemrat e njerëzve. As dhuna terroriste komuniste, as propaganda ateiste nuk e xhbani dot besimin nga zemrat e njerëzve. Ata ishin të gjithë së bashku aty për të dëshmuar atë thirrje të madhe e cila dëshmohet ndër shekuj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se drita e tij dhe udhëzimi i tij do të jetë i përhershëm në këtë tokë. Tashmë 35 vite më pas, ne jemi këtu tek xhamia e Plumit, e cila është në fazën e fundit të bamunit gati, që të gjithë së bashku në këtë 35 vjetor ta shijojmë kënaqësinë e madhe të vizitimit të xhamisë së Plumit, por që tashmë është këtu në një pikë tërheqëse për çdo musliman dhe çdo vizitor që vjen nga çdo cep i botës, për të metë xhamia e Plumit një shtëpi e shenjtë për shtëpive të Allahut dhe për të dëshmuar të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë xhami si besimtar në Allahun dhe besimtar në jetën e përtejme, të cilët meritojnë respektin më të madh edhe mirënjohjen më të thellë